alergjen të ndryshëm, si themi, vendosëm pak në lëkur, futen në lëkur përmes një gjilpone thjesht, ta themi, dhe aty përcillet reaksioni i organizmit në alergjenin e caktuar. Po ashtu A janë grup alergjenesh si po? Ka alergjen inhalator, ka plot ushqimore, kështu me radhë varësisht çfarë synimi diagnostikues ke, për shembull, çfarë alergjisë don të diagnostikosh, po, dhe janë shumë modern, shumë të lehtë, të qasshëm, shumë rezultativ, edhe shumë të saktë, edhe shkallën e specificitetit të sensitivitetit e kanë shumë të madhe, sepse janë prodhime perëndimore që në cilat raste rekomandoni ju një person shembull të bëjë testet e tilla? Varësisht ose edhe një person i cili nuk ka një alergji të caktuar, mirë po dëshiron të di mos eventualisht. A mund t'i bëj? Po, mund t'i bëj sepse ato nuk e kanë asnjë efekt ansor.